shëndes gjithëve. Sot është një ditë e shënuar, një ditë e veçantë. Kur kujtojmë në përulje të burra, të ditën e vetorin të Prekcalit. Sigurisht që në folë për këtyre nuk është e lehtë, por detyra jonë e gjithë secilit nga ne është që të bashkohemi sa më shumë me njëri tjetrin, të reflektojmë për shumë çka, të bëhemi më unik dhe gjëja më e rëndësishme që unë mund të them sot, Partia Demokratike ka qenë, është dhe do vazhdojë të jenë në mbështetje të fortë për sa përket martirëve, sigurisht dhe shtresave të përsekutuarve. Ndaj them që kjo ditë të na bëjnë më të bashkuar me njëri tjetrin dhe e ardhmja duhet të kenë shumë më pozitive. Jo thjesht për ne, për fëmijët tanë, për të ardhmen e këtij vendi të mrekullueshëm që na lan këta burra. Edhe herë, duke mos e zgjat shumë fjalën, uroj gjithat mirat ju, familjeve tuaja, edhe i përjetshëm qoftë kujtimi këtyre burrave. Faleminderit gjithëve.